أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانه وتعالى dërgojmë salavat dhe selame për të dashën tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij të ndershme, me shokët e tij besnikë dhe mbi të ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi dhe në ditën e gjykimit. Dhe së dashur, e përmenda mbrëmje që një ndër synimet e agjerimit është me qenë të mbrojtur prej zjarmit të xhehenemit. Në këtë sonte në këshillën e për sonte e kemi zgjedhën me folë diçka për synimin tjetër që ka agjerimi, që është, më thonë, hyrja në xhenet. Një ndër synimet e agjerimit është edhe hyrja në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe e ka përmend këtë çështje, që një ndër synimet e agjerimit që ka që me hi në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Do të përmendim disa hadithe ku ta shohim këtë synim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith: "Idha jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Thotë me selam kuptimin e këtij hadithi, kur vjen muaji i Ramazanit, hapën dytë e xhenetit. Kjo është një ndër argumentet që më thon besimtari duhet me synu më thon xhenetin në këtë muaj të Ramazanit. Është më një hadith tjetër ku tregon Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithin e shënon Imam Buhari dhe Muslimi, ku një fshatar, një arabi kisha ardhur dhe kishte hyrë në xhaminë e Pejgamberit alayhis salam. Edhe kisha ardhur Pejgamberi sa më kishte thonë: "Ja Rasulullah, më tregon një vepër ku unë nëse veproj atë vepër do të hi në xhenet." Më tregon një vepër që nëse unë do ta veproj atë vepër do të hi në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ta'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an." Këshilla e parë. Sebepi i parë. Ta adhurosh Zotin subhanahu wa taala dhe mos t'i bësh atij ortak, mos t'i bësh atij shok në adhurim. Kjo e para. Kjo të shtin xhenet. E dyta pejgamberi tha: "Wa tuqimu as-salata al-maktuba." Ta falësh namazin e farzit. Nëse njeri për farzin, dënohet nëse nuk e fal. Kurse për nafilet, namazet që janë vullnetare, personi që nuk i fal, nuk ka dënim. Kurse për farzet, personi që nuk falet, dënohet. Një ndër arsyet e hyrjes në xhenet në këtë hadith shihet që falja e farzeve. Këshilla e tretë. Pejgamberi i tha: "Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa." Ta japsh edhe zakatin që është obligative. Ase më thonë, zekati është dy lloje. Kemi zekati që është obligative edhe që është sadakaja vullnetare. Sikur të namazit që është obligativ dhe namazet nafile, ashtu dhe të sadaka, edhe ashtu dhe të pasuria, kemi zekat që është obligative, por edhe një të kohë ka dhe sadaka që është vullnetare. Tha kjo është e treta. Edhe tha për mësam, "Wa tasuma Ramadan." Dhe ta agjërish muajin e Ramazanit. Pra këta ato 4 vepra që të shtin në xhenet. Edhe ky sahabiu tha: "Walladhi nafsi bi yadihi la azidu ala hadha." Pasha Allahun i cili e ka shpirtin tim në dorën e tij, nuk ka më shtu ndonjë gjë tjetër o dukuri Allahut. Kështu i tha Pejgamberi alayhis salam. Çfarë tha Pejgamberi selam? "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hadha." Kush ka dëshirë me pa xhenet li, ta vjen se ta shikon këtë person. Pra këtë e kuptojmë që agjerimi është një ndër sebepet, një ndër arsye, një ndër qëllimet që një person më thonë me qenë për banorët e xhenetit. Në një hadith tjetër, ka shënuar Imam Muslimi rahimahullah, njëri prej sahabëve ka thonë: "Ja Rasulullah, idha sallaytu as-salawat al-maktuba." O dëgoj Allahu, nëse unë i fali 5 vakët namaz. Wa sumtu Ramadan, dhe agjëroj muajin e Ramazanit. Wa ahlaltu al-halala, dhe halalin e konsideroj si halal. Wa harramtu al-harama, dhe haramin do ta konsideroj si haram, do të largohem haramit. Wa lam azid ala dhalika shay'an, dhe nuk do të shtoj ndonjë gjë tjetër nga kjo. O dërguari i Allahut, pejgamberi sa më tha: "Ky person a yadkhulu al-janna?" A hin xhenet nëse veproj këto? Çka tha Pejgamberi selam?
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, "Naam, do të hish në xhennet nëse i vepron këta vepra." Për vepra që përmend është edhe agjerimi. Allah na mëson gjithë neve me qenë pjesëtar të xhenetit. Në një hadith tjetër, Hudhaifa radhiyallahu anhu thotë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të saktë, "Men qala la ilaha illa Allah ibtigha'a wajhi Allah, khutima lahu biha dakhala al-jannah." Nëse një person e thot fjalën e fundit, fjalën la ilaha illa Allah, edhe i përfundon jetën me këtë fjalë, do të hijë në xhennet. Vazhdon hadithi, ka thënë sa, "Wa man sama yawman ibtigha'a wajhi Allah, khutima lahu biha dakhala al-jannah." Po dhe një person i cili agjeron edhe përfundon ditën, më thonë, atë ditë përfundon me agjerim, do të hijë në xhennet. Edhe këtu e shohim që një ndër synimet, një ndër vlerat që i ka agjerimi, që i ka më thonë me hijë në xhennet. Një transmetim tjetër, që e transmeton nga Buhari dhe Muslimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "Inna fil jannati baban yuqalu laha Rayyan." Ka thonë, është një xheneti ka disa dyert. Thot prej dyert xhenetit është një derë, pejgamberi sa thotë e quhet Rayyan. Ato mesram yadkhulu minhu as-sa'imun. Nga kjo derë do të hinë ata që kanë agjeruar. Yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum. Ato do të hinë ndonjë tjetër, ndonjë person tjetër me ndonjë vepër tjetër, nga kjo derë vetëm sa ata që kanë qenë të agjerueshëm. Pra nga kjo ditë kuptojmë që një ndër synimet e agjerimit që ka me në xhenet. Ta përfundet me një hadith tjetër. Njëri prej sahabëve tregon, thotë, e pash në ëndër dy shokë të mi. Njëri kishte vdek shahid, e tjetri më kishte vdek një vit më vonë. Por më thonë i pash në ëndër, ky që kishte jetuar një vit më tepër, ja kishte tejkalu shahidit. Edhe kishte dalë gjumi, ishte mërzit dhe ishte habitur. Edhe kishte shku te pejgamberi sa më kishte thonë, "Ja Rasulullah, unë i pash në ëndër dy shokë të mi. E pash që kishte jetuar një vit më tepër, ja tejkaloi shahidit, para ti hini në xhennet. Pse kështu ja Rasulullah?" Pejgamberi i tha, këtij sahabit i tha, "A nuk ka agjeru ky i dyti, më thonë, një vit më shumë se ai tjetri? Një Ramazan, a se ka agjeru më shumë se ai tjetri?" Po këtë arsye ka tejkalu edhe shahidit. Këtë arsye thonë dietar, nëse Allah ta mëson me arrit Ramazanin, kjo është vlerë e madhe, vetëm me arrit Ramazanin. Edhe nëse agjeron, edhe nëse falësh, këto e ka vlera tjera veçanta. Këtë arsye elhamdulillah Allah që na ka mësuar. E kemi arrit Ramazanin, e kemi arrit dhe këta netet që janë me vlerë të veçanta, ku elus Allah subhanahu në këtë natë, inshallah ndoshta është nata e Kadrit. Se është nata tek, është nata 23, Allah në mësovë me qenë gjithë në bashkarisht prej banorëve të xhenetit. Amin. Vazhdojmë namazin e tarawisë.